në gjithë këto vitet e fundit pavarësisht sfidave të cilat e kanë karakterizuar. Kryetari i deritanishëm Memri Krasniqi e mori partinë në një gjendje jo të lehtë, në një periudhë jo të lehtë për Partinë Demokratike të Kosovës, po e udhëhoqi me një kujdes, me një maturit madhe dhe arriti jo vetëm ta mirëmbajë, mirë po edhe ta arrisë votën për Partinë Demokratike të Kosovës, fillimisht në zgjedhjet lokale të kaluara, pastaj në zgjedhjet parlamentare të muajit shkurt patëm një performancë po ashtu të mirë, kisha me thonë, dhe po ashtu në këto zgjedhje lokale e konfirmuam këtë. Tash Partia Demokratike e Kosovës është një parti e konsoliduar, një parti ku demokracia funksionon, një parti e cila nuk është e bazuar në egot personale të liderëve të saj, po një parti e cila bazohet në njerëz që e din rëndësinë që e ka PDK-ja për vendin, e din potencialin që e ka PDK-ja për vendin, dhe në kohë caktuara janë të gatshëm të marrin veprime, të dalin prej vetës dhe të krijojnë një momentum të ri për PDK-n dhe për vendin. Dhe ajo që ndodhi tani me zgjedhjen e kryetarit të ri, paraqet një transferim shumë normal të pushtetit nga zoti Krasniqi, i cili as nuk është i zhgënjur, as nuk është i llnuar, mirë po ka konsideruar që koha dhe rrethanat kërkojnë një lidership të ri dhe me këtë rast Partia Demokratike e Kosovës në konventin e fundit zgjodhi për kryetar zotin Bedri Hamza, një njeri tani më i dëshmuar, një njeri që ka qenë me Partinë Demokratike të Kosovës që nga fillimi ka kaluar në për të gjitha fazat që mund të kaloj një aktivist i një partije deri në kryetar të partisë dhe një kryetar që gëzon mbështetjen e gjitha strukturave të PDK-s, por po shohim që dita ditës po gëzon mbështetjen edhe të qytetarëve të Kosovës, për shkak se është profili që i duhet vendit për ta nxjerrë nga ky stagnim ku jemi, për ta nxjerrë nga kjo gjendje e rëndë ku qytetari i Kosovës sot nuk gjen zhvillime pozitive në vend, nuk